Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjë më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë. Dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Dhe shtëpia juaj Europa po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës, ne thjesht duhet ta bëjmë këtë gjë edhe në formë institucionale, pra që ju të bëheni shtet antar i Bashkimit Evropian, që 2 nga 6 vendet e rajonit ende nuk kanë filluar të miratojnë reformat apo zbatimin. 2 performuesit më të mirë kanë miratuar rreth 50% të reformave të dakordësuara dhe këtu ne shikojmë një lidhje shumë të mirë ndërmjet avancimet në procesin e antarësimit dhe reformave. Ndërsa sa u përket fondeve të disbursuara, jemi ende nën 10% të shumës totale, pra dhe 400 milion euro nga një paket për 6 miliard eurosh që janë lënë më njanë për rajonin, pra ne mund të bëjmë më shumë.